Po ashtu, si thot Nikostilo, në Thesproti, jemi ne pirë tani në Thesproti, 5200 deri në 5500 vjet para erëson janë gjetur dokumentet të shkrimit në Thesprotatit e lash. Do me thënë 7000 vjet për para, ne kemi shkruar gjuhën shqipe ose gjuhën pelazge. Dhe në Dispilot të Kastorias, thot Nikostilo, ky autor Çam ose Thesprotas, shkruaj shkrimi. Dhe këto shkrime kanë qenë dhe në Francën meridionale ose mesdhetare, siç thotë dhe Matheu Aref, deri në 5000-6000 vjet para erëson. Ajo që na thon sot në libra që më të lashtit janë sumerianët, që dhe këta janë një popull pelazg dhe i vajtur në Babiloni, kanë vajtur dhe siç thon historia erdhën nga veriu, 5000 vjet para erëson shkrimin me kunja, do që kishin. Edhe këta ishin pelazg, por nuk ishin më të lashtët. Më të lashtët janë këta që themi jam 7000 vjet para erëson, do me thënë 9000 vjet qytetërim. Dhe shkrimi dhe alfabetet e pelazgve janë maja këty qytetërimi që u shpërndan të gjitha. Nuk janë shkruar gjërat në fillim të erës sonë, siç thonë, kanë qenë të shkruara, por pastaj janë marrë, janë djegur, janë shkatëruar, janë kopjuar. Për shembull po themi 10 vjetër Gjeneza me që jemi të shkrimet, është shkruar nga kananët, është shkruar pikërisht nga këta popull, nga filistinët, nga palestinezët dhe nga kananët. Dhe hebrejt ose izraelikët e morën këtë që ishte në gjuhën pelazge dhe me që gjuhë e tyre nuk njeh, e shkruan në gjuhën aramene. Aramenët ishin dhe këta një popull pelazg, se nuk e përmend përpara, i këtij territori, i kananëve. Pastaj tha, me që greqishtja ishte një gjuhë e njohur, greqishtja e vjetër, e shkrojtën te greqishtja, dhe përhapën atë që shkrojtën këta, kuptohet të deformuar dhe sipas interesit të tyre, e përhapën në të gjithë popujt që flisin greqisht në antikitet, në prag të erës sonë, fjalë në prag të erës sonë. Dhe